Ne të punu me intensitet lartë, për arsye se kemi futur dy brigade të veçanta në pjesën e vjetër që do të bëhet rikonsesioni dhe në pjesën e re. Dhe besoj se do të ecën paralel me të dy ambientet njëkohësisht. Ne të mund me kry sa më shpejt që të arrijmë para afatit, mund të kry në shtator që të jetë gati për fillimin e vitit të ri shkollor. Punimet janë të ecë me intensitet lartë. Kjo konsiston në rikoncesionin e pjesës vjetër dhe një shtesë që do të bëhet të pjesa re. Pjesa re që do të bëhet shtesa është një ndërtesë nga fillimi me koncesion betonarme 4 kate dhe shtohet një kopsht me 2 ambiente plus çdo 4 klasa shtesë dhe ambientet e banjës, ambientet dhimbse me pjesën e drejtorisë, në drejtorisë në sa më të tjerë.